Ta zëm nëse unë i kam që 10 vite gurë të i përcjeli, dikush tjetër sot e ka diagnostiku, nesër duhet më operu me urgjencë. A është infekcioni që shkaktojnë për shkak të ushqimeve që e ka ngacmu, edhe se ka menaxhu mirë, apo varet edhe për organizmit, e dikush nuk përcjellen, e dikush përcjellen. Pastaj flasim edhe për... Dakor, tash po të përgjigjem. Qesja e idhës është një qese, prej vetë emërtimit, e cila varet për poshtë. Është ngjitur me mëlçin edhe varet për poshtë. Gurt, si pasojë e gravitetit, gurt bin poshtë, në pjesën e fundit të qeskës. Kur ne ushqehemi, idhëzat kurrët, ngushtohet, dhe si përfundim qëllimi i saj është grumbullimi i langut, dhe kur ajo të kurrët, gurt lëvizin prej poshtë dhe kanë tendencë me ndjek langun, me dal jashtë, sepse langu duhet me dal prej kanalit, pastaj kanalit vezikës në rrugën kryesore, pastaj në zorën e hollë. Tash gjatë kësaj manovre, kur idhëzat kurrët, në qoftë se guri është i vogël, ai gur fillon me dal në kanalin, në qafën e idhës, i cili është shumë i ngushtë, rreth 5 mm, mesatarisht 3 deri në 5 mm. Ose edhe më i ngushtë ndoshta. Tash në qoftë se guri është i vogël, 2-3 mm, mundet me ngecë në qafën e idhës. Dhe ajo idhës tash nuk mundet me u zbraz lirisht. Edhe problemi është që kur nuk zbrazet lirisht, i bën presion fiziologjia, natyra e trupit i bën presion që atë guri ose me nxjerr jashtë, ose me fut brenda. Edhe presioni që i bën tash çdo të kurrje, kur ne ushqehemi, se sa herë ushqehemi, idhëzat kurrët, është automatik, është proces automatik, atëherë presioni rritet te guri, dhe kur rritet presioni këtu te guri, muri i qafës idhëzës fillon me vujt dhe gjaku fillon me vujt. Atëherë, muret e idhëzës fillojnë me u trash, edhe ne në ultrazaj e shohim që i referojnë pacientëve që idhëza e ka muret e trasha. Kjo nënkupton që muret e idhëzës kanë fillu tash me vujt. Me vujt për arsye se nuk po zbrazet idhëza mirë, kanali nuk është mirë.